Gazetari i emisionit për tej traditës Shkëlzen Henkoja është nderuar me titullin ambasador i paqes, një vlerësim që i atribuohet për kontributin e tij 24 vjeçar në median shqiptare, veçanërisht në trajtimin e kronike sociale dhe çështjeve që prekin shtresat më në nevojë të shoqërisë. Për 8 vitet e fundit, ai ka qenë pranë Fondacionit Firdeus, duke kontribuar me ndihmën e familjeve që jetojnë në vështirësi ekonomike. Është një gazetar që shëtit dhe që bën lajme kudo. Sot ka një lajm për të, një lajm tjetër të bukur, përveç lajmit të ambasadorit për paqe, Shkëlzen Henkoja, duar të vijë për zëri. Gazetar autor i menaxher mediash me karrierë mbi 20 vjeçare. Diplomuar në gjurnalistik dhe ka kryer studimet edhe për menaxhimin e emergjencave civile në Prishtinë. Rrugtimi mediatik nisi në 24 në vitin 2003. Jam i saktë ku u shqua me kronika social-kulturore. Në 2017 u bashkua emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Prej vitit 2023 drejtor emisionin për tej traditës, një projekt i përkushtuar i ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë shqiptare. Ky titull është një përgjegjësi më shumë se sa një privilegj. Ja dedikoj familjes time, miqve, kolegëve dhe mbi të gjitha qytetit tim Gramshit, që më ka mësuar vlerat e bashkëjetesës dhe respektit për njeriun. Falenderoj të gjithë ata që kanë besuar gjatë këtyre 24 viteve në media dhe ato që kanë dhënë mundësinë të jenë pranë familjeve në nevojë. Besoj fort se pa paqe nuk ka humanizëm. Emocionuar nga ky vlerësim i dyfisht, gazetari Shkëlzen Henkoja ja kushtoi titullin vendlindjes së tij Gramshit, një qytet që sipas tij trashëgon vlerat të bashkëjetesës, mirëkuptimit dhe paqes. Në fjalën e tij falenderuese, ai theksoi se misioni i gazetarit nuk përfundon me informimin, por vazhdon me shërbimin ndaj njerëzve duke nënvizuar se pa paqe nuk mund të ketë humanizëm. Ne gjithë është privilegj dhe kënaqësi që mund të jemi para jush edhe të marr çmimin si ambasador paqe. Unë do të falenderoj misionarët e shtëpisë së paqes. Jo ambasada e paqes, këtu është shtëpia e paqes. Këtë çmim unë do t'ja dedikoj rrethit tim, ku unë jam rritur në Gramsh. Gramshi vjen me një histori paqeje dhe këtë gjë e dëshmon shumë mirë që ju e keni që të jetë poeti Zoti Periklishuti. I cili nga Gramshi edhe në radhë misionin nuk e harroi. Vazhdon dhe shpërndan paqe. Ceremonia e zhvilluar në ambientet e ambasadës së paqes rezervoi edhe një tjetër surprizë për gazetarin. Përpara të pranishmëve, u bë ditur emërimi i tij në detyrën e drejtorit ekzekutiv të Fondacionit Kujdestar i Fëmijëve, një përgjegjësi e re që vjen si vlerësim i angazhimit të tij në fushën e humanizmit dhe shërbimit ndaj komunitetit. Duke parë angazhimin dhe shpirtin human që Shkëlzen Henkoja ka përdit dhe jep përdit për Shqipërinë, Fondacioni Kujdestar i Fëmijëve ka menduar që të japi pozicionin si drejtor ekzekutiv për degën e Tiranës. Dhe e përgëzoj për këtë pozicion dhe Zoti ta ndihmojë siç ka zemrën e madhe dhe të punojnë dhe të luftojnë për një Shqipëri të madhe. Në këtë shtëpi të paqes për mua sot janë dy surpriza. Njëra që e mbrova ambasadori i paqes dhe tjetra që më kanë emëruar drejtor i Fondacionit Kujdestar i Fëmijëve. Bravo! Se nuk ka paqe, nuk ka humanizëm. Kështu që të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën dhe unë ju falenderoj nga shtëpia e paqes.